këtë iman që ta ka dhënë Allahu xhel, këtë dashni që Allahu xhel e ka krijuar në zemrën tonë që me dash Zotin xhel xhelal është një mirësi, është një begati prej Allahut te bareku teala që duhesh me falendëruar Allahun azza xhel mëngjes edhe mbrëmje. Duhesh me falendëruar Allahun azza xhel mëngjes dhe mbrëmje. Allahu ta ka dashur mirën edhe të ka zgjedh. Edhe kjo është mirësia e Allahut azza xhel. Na lexojnë ajetet kuranore, "Dhalika fadlullah yu'ti man yasha." Imani, Islami që të ka zgjedh Allah të ka bëu musliman është begatia më e madhe. Kjo është mirësia e Allahut azza xhel. Na nuk i na bëvet musliman. Allahu na ka dashur mirën. Çka thonë xhenetlinjët? Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Kështu kanë me thënë banorët e xhenetit. O Zot, falënderimi takon ti që na udhëzove kur ishim në dunjë. Se mos kishte qenë udhëzimi i Allahut azza wa xhel, s'kish kush me na udhëzu. Allah thot në Kur'an, Allahu e udhëzon ka të don. Dhe në dëshirën e Allahut azza wa xhel që ka dësh me udhëzu dikan je dhe ti. Andaj dhe duhet ta falenderosh Allahun te bareke wa taala. Çdo hutbe, për çdo ligjërat e themi elhamdulillah që Allahu xhelle xhelalu në mesin e 8 miliard njerëzve na ka zgjedhur, na ka bërë musliman. 8 miliard njerëz. Allahu të ka zgjedhur, të ka udhëzuar. Pse se falenderojnë Allahun xhelle xhelal? Kishe mujt me kohë ka India apo doni kinez që adhuron lopën, as zjarrin, këto diun. Allahu të ka zgjedhur, të ka bërë musliman dhe ta ka mësuar sot në xhami dhe miraz Allahu të zgjedhë në sejdë. Që kjo është mirësia më e madhe.